Jemi mbledhur sot, jo vetëm për ta rikonfirmuar drejtimin dhe rrugën tonë për vitet e ardhshme si subjekt politik, por edhe për ta rinovuar besimin në vlerat që vetë i kemi krijuar e që janë identiteti ynë. Jemi mbledhur për të treguar që jemi të bashkuar dhe të përgatitur për të marrë përgjegjësi të reja për qytetarët dhe vendin tonë, sepse ne jemi më shumë se sa një grup për mijëra qytetarësh që ndajnë të njëjtin ideal politik. Jemi forca me kontributin më të madh në lirinë, pavarësinë dhe shëndetimin e Kosovës. Jemi partia që ka ndërtuar këtë shtet, partia që ka udhëhequr në kohët më të vështira dhe përsëri jemi të gatshëm të udhëheqim Kosovën drejt një të ardhme më të sigurt, më të mirë dhe më të drejtë për të gjithë. Kemi sakrifikuar për këtë vend dhe jemi trashëgimtarët e atyre që s'u përkolen kurrë. Jemi partia e Hashim Thaqit dhe Kadri Veselit. Që së bashku me shumë prej jush këtu, nuk u thyen dhe nuk u përkolen kurrë. Ata nuk u thyen dhe nuk u përkolen as sot, kur po përballen me padrejtësinë historike, por me krenari po e mbajnë bisupe jo vetëm historinë e lavdishme të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, por edhe dinjitetin e popullit tonë. Kolegë të nderuar, po dua të ndalem edhe pak të themeluesit e PDK-s, që njëherësh janë edhe themeluesit të OÇK-s dhe të shtetit Kosovës. Shkurja atyre në Hagë, përveç që ishte goditje për shtetin e Kosovës, luftën shërimtar dhe historinë tonë, ishte goditje shumë e madhe edhe për ne si subjekt politik. Partia Demokratike, me shumë se kurrë, sot është e thirrur të jetë zëri i tyre, sepse nuk mund të flasin lehshëm. Jemi të thirrur ta mbrojmë edhe trashëgimimin e luftës sonë shërimtare. Prandaj, deri sot jenë sërish në mesin tonë, në emër të presidentit Thaçi dhe kryetarit Veseli e gjithë atyre që janë atje, në emër të gjithë atyre që dhanë gjithçka për këtë vend, le të ringrihemi edhe me të fortë, me të bashkuar dhe me krenar se kurrë. Sepse ju të gjithë e dini, Partia Demokratike e Kosovës nuk ka lindur në zyrat dhe nuk është formuar as në qetësinë e sallave parlamentare. Ka lindur në përballje, në sakrificë, në shpirtin e rezistencës. Partia Demokratike e Kosovës ka qenë gjithmonë aty kur Kosovës i është dashur forcë, guxim e vizion pune. Jo për lavdi personale, po për të hapur rrugë që fëmijët tonë të mos kërkojnë më të ardhmen jashtë vendit, mirë po të mund të ndërtojnë jetën e tyre në Kosovë.